Paqja me ju të gjithë, të dashur miq dhe ndjekës të kanalit Psikologjisë Shpirtërore. Duke falendëruar që më ndiqni, gjerasin gjithashtu që të falenderoj një vajzë e cila ka komentuar duke bërë një pyetje në lidhje me një mësim biblik që është praktik e kishës. Dhe shkruan: "Ka mundësi të na shpjegosh të vërtetën për të dhjetat dhe ofertat?" Patjetër që unë nuk pretendoj që të kem të vërtetën absolute, kështu që në këtë material do ndaj më tepër ato që unë shoh që Bibla mëson në lidhje me kontributin që ne japim në kishë, të njohur ndryshe si të dhjetat ose ofertat ose dhënia, dhe çfarë besoj unë deri tani në këtë fazë besimit që është qasja më e drejtë. Së pari, ajo që unë kuptoj nga shkrimi i shenjtë dhe që besoj është që ka një dallim midis dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re. Pra beslidhjes së vjetër që Perëndia bëri me popullin e tij dhe beslidhjes së re që Perëndia bën në Krishtin. Në beslidhjen e re na thuhet që të gjitha gjërat bëhen të reja, dhe njerëzit janë një krijesë e re. Në beslidhjen e vjetër, njerëzit ishin jo të rilindur, pra ata nuk kishin frymën e shenjtë. Dhe si rrjedhoi, ata udhëhiqeshin në besim dhe në marrëdhënia me Perëndin në bazë të ligjit, kryesisht ligjit Mojsiut. Dhe ecnin në bazë të një rregulli fetar ku ishte caktuar fare qartë që sa duhet të dhuronin, si duhet ta dhuronin, ku duhet ta dhuronin e me radhë. Por që ama në Ungjil, nëse vëmë re disa histori, Jezusi thekson që nuk mjafton vetëm ky ritual, le të themi fetar, për të qenë i drejtë para syve të Perëndis. Ai kritikon farisejt që ishin fetarët e kohës, pra kleri judaik pra i kohës, duke i thënë që nuk mjafton vetëm kjo. Pra nuk duhet të harroni mëshirën, i thotë. Nuk duhet të harroni gjyqin. Pastaj ti bëni edhe këto. Ndërkohë që jep edhe një shembulltyr të fariseut, pra fetarit që ishte krenar për faktin që ai nuk ishte si një tagrambledhës. Tagrambledhësit ishin njerëz të diskriminuar të kohës, shiheshin si të korruptuar, që bashkëpunonin me pushtuesin, pra mblidhin taksat nga Judent dhe japnin perandorisë romake që kishte pushtuar kombin e Izraelit. Dhe fariseu mburrej duke thënë që Perëndi, unë jam i drejtë para teje sepse agjëroj, bëj këto veprat fetare dhe për më tepër edhe dhuroj, pa kontriboj, jap 1/10 e gjithçka. Ndërkohë që tagrambledhësi i binte gjoksit të tij dhe në hidhërim nuk ngritej dot kokën lart dhe thoshte: "Ki mëshirë o Zot për mua mëkatarin." Dhe Jezusi mësoi që i dyti, pra tagrambledhësi, shkoi i justifikuar para Perëndis. Jo fetari që bënte këto rregullat. Dhe shkrimi i shenjtë gjithashtu na mëson që po nga fjalët e Jezusit duke thënë që shkoni dhe ju thoni atyre, pra fliste prapë për fetarët, që unë dua mëshirën dhe jo flimet. Pra Zoti tregon qartazi që kërkon atë çfarë ndodh brenda nesh, pra në zemrën e njeriut, jo atë çfarë ndodh jashtë njeriut, pra si jashtëmi, materialen. Pra kjo mund na bëjë të mendojmë që sakrifica, pra dhënia materiale, oferta, është një çështje e zemrës. Pra Zoti vën në provë zemrën tonë. Përveç se pra si një instrument për të forcuar mbretërinë e Perëndisë në tokë, që është kisha, duket që çështja kryesore e Zotit është që jo vetëm rregulli që të funksionojë ky institucion, kjo bashkësi besimtarësh, por mbi të gjitha gjendja shpirtërore e besimtarit. Pra sa rëndësi zë paraja në jetën e tij. Të ndryshe është më e rëndësishme paraja, pra aspekti material, apo mbretëria e qiellit në tokë, që është bashkësia e besimtarëve. Jo më kot po Zoti në Ungjil, që është ende historia në dhjetën e vjetër, thotë që kur jepni, dora juaj e majt, thotë, mos të di çfarë bën e djatha. Sikurse një rast tjetër, kur flet për gruan, pra vejushën e varfër, që hedh 2 monedha në tempull, ai thotë që kjo grua e varfër me ato 2 monedha ka dhënë më shumë se gjitha pasanikët që hidhnin pasuritë e tyre si kontribut. Dhe shpjegoi
kur dishepujt e pyetën duke thënë që sepse ajo hodhi thot nga varfëria e saj, të gjitha të çfarë kishte. Pra do thotë që Zoti shikon zemrën, nuk shikon sasinë. Unë si besimtar nuk e shoh në dhjetën e re aspektin sasior, pra sa përqind kërkon Zoti në dhjetën e re. Pra nuk kërkon Zoti sasi, kërkon cilësi. Dhe gjithashtu i pëlqen një zemër e gëzuar dhe sakrifikuese. Dhe le të lexojmë një pasazh në dhjeta e re, se më mirë nga ne gjithmonë flet Shkrimi i Shenjtë, dhe nëse shkojmë tek 2 Korintasve, mund të lexojmë nga kapitulli 9 tek vargu i 7. Dhe na thuhet secili nga ju le të jap sa t'i doj zemra, jo me keqardhje e as me detyrim, se Perëndia e do atë që jep me gëzim. Mund të lexojmë të 2 vargjet mëtej ku thot Perëndia mund t'u jap me begati çdo të mirë, në mënyrë që gjithmonë të keni mjaftueshëm prej çdo gjëje, e kështu të mund t'i jepni për çdo vepër të mirë. Sikurse është shkruar, ai shpërndan me zemërgjegjësi, u jep të varfërve, drejtësia e tij qëndron në amshim. Amen. Pra, çfarë mësojmë në fjala e shenjtë nga ky pasazh? Thot se cili nga ju, pra i thot besimtarve, fjala e Zotit, të jap sa t'i doj zemra. Pra kjo duket se është cilësia e dhjetës së re, pra e Testamentit të Ri. Jo sasia, po cilësia e zemrës. Pra jo sasia materiale, por cilësia e zemrës së besimtarit të rilindur. Dhe thot jo me keqardhje, që do thot nëse jep kontributin nga financat e tua, dhe nëse ke keqardhje, atëherë tregon që në zemrën tënde, në besimin tënd ka problem në aspektin tënd shpirtëror. Pra vlen më tepër ky si një mekanizëm ku si thua shkruhet një disiplinë shpirtërore tek ne. Nëse jep dhe ke keqardhje, atëherë do të shumë mirë mos japësh fare. Sepse tregon që të dhimbsen më tepër parat se sa jeta e përjetshme, shpëtimi i shpirtit tënd dhe mëshira për vëllezërit dhe për motrat, sikurse edhe misioni i kishës për të shpërndarë ungjillin dhe dashurinë e Krishtit në këtë botë. Pra jep sa të doj zemra, po jo me keqardhje e as me detyrim. Dhe si e kuptojmë, nëse kisha detyron, dhe uroj mos ketë kishi detyron, por nëse kisha detyron besimtarët që ti duhet t'i japësh dhe duhet t'i japësh kaq, këtu, atje, pra vendos kuota, nuk duket kjo në dhjetën e re, sepse fjala e Zotit thotë që besimtari nuk duhet të detyrohet t'i japi. Duhet të jetë i lirë. E vërteta, thot Shkrimi, na bën të lirë. T'jap sa të doj zemra, jo me keqardhje dhe jo me detyrim, thot Shkrimi. Pra nuk shikohet detyrimi në dhjetën e re. Dhe thuhet se Perëndia e do atë që jep me gëzim. Pra Perëndia do një dhurues të gëzuar. Do që ta shoj të gëzuar birin e tij, bien e tij. Këtë kërkon Ati i qellor. Dhe nëse besimtari jep për kishën, të sigurohet mirë që ai e bën këtë gjë jo nga detyrimi, sepse nuk ka detyrim në dhjetën e re për besimtarin që t'i japi. Por nëse ai dëshiron t'i japi ai sa ka vënë në zemër. Dhe këtu nuk na caktohet asnjë kuotë në dhjetën e re. Pra mund t'japësh dhe të 10-ën, dhe më pak se 10-a, ose dhe më shumë se 10-a. Varet sa e ke caktuar ti në zemër. Besimtarët e parë, kisha e parë, referohemi këtu veprave të apostujve, aty na thuhet që ata i shitën të gjitha çfarë kishin dhe i grumbulluan në një bashkësi. Dhe apostujt i ndanin gjithë secilit sipas nevojës. Pra ky ishte ai zelli i themelimit të kishës parë, kur ata morën frymën e shenjtë. Për herë të parë fryma e shenjtë, pas ringjalljes dhe ngritjes së Krishtit në qiell, u dërgua prej tij përmes Perëndis, Atit, u dërgua fryma e shenjtë e besimtarëve, dhe ata rilindën. Pra mund të kuptojmë që ishte një si thua një aktivitet historik i pa konceptueshëm për mentalitetin hebret kohës.
Pra ishte një aktivitet nga Perëndia, një vepër e Perëndisë që ndryshoi botën, ndryshoi historinë, prandaj njihen vitet para Krishtit, pas Krishtit. Dhe na thuhet që aty pas shpalljes së Ungjillit, për të parë nga apostulli Pjetër, u pagzuan pra 3000 veta, direkt. Dhe imagjinoni gjithë këtë entuziazëm, ata rrinin gjithmonë bashkë, na thuhet. Hanin së bashku, luteshin së bashku, mësonin shkrimin e shenjtë nga apostujt dhe përpiqeshin ta zbatonin këtë shkrim në jetën praktike. Dhe duket se jeta për ta kishte kuptim vetëm qiellin. Pra ishin kaq të zellshëm. Dhe nuk patën më interes që të kishin më pronat e tyre, tregtinë e tyre. Dhe na thuhet që i shitën gjitha, i bashkuan të ardhurat dhe i shpërndanin në mënyrë të barabartë, sidomos i jepnin atyre që kishte nevojë. Por çfarë ndodhi tek letrat që lexojmë pastaj, gjatë kalimit të viteve, sikurse pam dhe pasazhin këtu tek 1 Korintase, na thuhet që kisha në Jerusalem, pra, ku ndodhi, le të themi, ky bashkim i provave, po hasë edhe një sfidë të madhe që ishte sfida e varfërisë. Dhe apostujt i kërkonin kishave jashtë Jerusalemit që të mendonin edhe për vëllezërit e tyre të varfër në Jerusalem. Por asnjëherë nuk i detyronin. Asnjëherë. Dhe gjuha e tyre është ajo që gjejmë këtu, kur thotë se secili nga ju t'jap sa t'i dojë zemra, jo me keqardhje, as me detyrim. Se Perëndia do atë që jep gëzim, sepse në fundit Zoti është Zoti i gjithçkaje. Është ai që na ka dhënë dhe talentet dhe aftësitë për të punuar, aftësitë për të fituar të mira materiale dhe para. Dhe ai është dhe Zoti i parave. Pra ai ka të gjitha. Kështu që çfarë kërkohet nga ne në dhjetën e re është si administrojmë ne këto para. Por asnjëherë në dhjetën e re nuk shohim detyrim. Shohim më tepër nxitje për të pasur mëshirë për vëllezërit dhe motrat, për kishën. Dhe secili t'i jap sa t'i dojë zemra. Sa askund nuk përmenden përqindje në dhjetën e re. Mund të ndajmë shumë vargje të tjera për këtë, ku jepet rasti i kishës së Maqedoni, ku apostulli Paul thotë që edhe pse ata ishin të varfër, dhanë me shumë bujari. Madje donin vetë të jepnin, pa i kërkuar apostulli, pa i dhënë asnjë shkas, që atyre mund t'i, si thua, rëndojë ndërgjegje. Ata deshën vetë të jepnin për vëllezërit në Jerusalem, duke ditur gjendjen e tyre të varfër, materiale. Pra dhjata e re, fokus ka një beslidhje të re me besimtarin, ku besimtari është i rilindur nga fryma e shenjtë, që është Perëndia që banon te ky besimtar. Dhe sa ky besimtar është i mbushur me frymën e shenjtë, ndoshta ky mekanizëm i dhënies tregon gjendjen e tij shpirtërore. Që është apo jeton në frymë apo në mish. Nëse ai nuk do të japi fare për kishën, ose nëse i dhimbsen ato që jep, tregon që ka një problem në administrimin e tij. Administrimi i tij nuk është shpirtëror. Por nga ana tjetër, nëse ky besimtar nxitet dhe detyrohet të japi kuota të caktuara, prap këtë nuk e shohim në Testamentin e Ri. Pra nuk është një çështje shpirtërore dhe biblike. Kështu që, duke thënë të gjitha këto, unë këtë që ndava është ajo çfarë unë kuptoj dhe ajo çfarë unë besoj. Patjetër që dëshira ime si besimtar është t'jap gjithmonë më shumë se 10%, nuk shoh përqindje në dhënien time, por ama në krau tjetër është po shkrimi i shenjtë që thotë që duhet kujdesesh për familjen tënde. Kush nuk kujdeset për familjen, thotë, është më keq se një jo besimtar. Dhe ç'kuptim do kishte nëse unë, si thua, nuk kujdesem për familjen time dhe i jap parat kishës. Ndërkohë që shkrimi më thotë kujdesu për familjen, kujdesu për shëndetin. Pra sistemoj jetën tënde, pra duhet të jesh dritë për të botë. Jo të bësh barr për botën. Pra nëse ke një biznes, një tregti, duhet paguash taksën, duhet paguash punonjësit, duhet të shlyesh gjitha detyrimet. Pra ti jesh i rregullt me gjithçka. Por në ana tjetër, kuptoj që ekstremi tjetër është që tani jemi në dhjetën e re, jemi në hir dhe le mos kontribuojmë fare për kishën. Le t'i gjej vetë kisha fondet. Kjo është pasaj ekstremi tjetër. I shmangesh përgjegjësive. Mos harrojmë që kisha në dhjetën e re është familje. Është familje shpirtërore. Ku jo të gjithë jemi të përkryer, të gjithë kemi shumë nevojë për mëshirën e Perëndisë, kemi nevojë të rritemi në perëndishmëri, të bëhemi bërës të fjalës, të kemi mbi të gjitha dashuri për njëri tjetrin. Por shkrimi i dhjetën e re thotë që nëse vllajt
apo motrës tënde i mungojnë buka e përditshme. Dhe ti thua shko Zotit ndihmoft, po si mund ta ndihmoj Zoti kur Zoti ka vënë ty të kujdesesh nëse ke të ardhurat. Dhe pastaj, nëse nuk kontribon për kishën, por le të themi shpenzon parat për gjëra luksi për shembull, ose për pajisje elektronike, pra një besimtar që kanë 2 celular, kanë një tablet, pastaj shkojnë me udhëtime, pastaj këtë, pastaj blejnë rroba, i veshin, i përdorin, i hedhin, blejnë të tjera, dhe kishës nuk mund t'i japin për shembull. Atëherë ky është tjetër problem, sepse zemra jote është tek materializmi. Pra, që ta mbyllim dashur vëllezër dhe motra, dhënia ose kontributi në kish, në dhjetën e re, si e kuptoj unë, është pasqyrimi i gjendjes tonë shpirtërore. Zoti thot, mos u shqetësoni për të nesërmen, çfarë do ham, çfarë do pimë, çfarë do veshin, sepse janë paganët, pra jo besimtarët, ata i shqetësojnë për këto gjëra, për gjërat materialiste të botës. Por kërkoni mbi të gjitha, thot, mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Dhe Perëndia thot do t'ua plotësoj edhe këto gjëra. Pra shkrimi i shenjtë tregon që çfarë kemi në këtë botë e kemi nga Zoti. Dhe nëse vëmë mbretërinë të parën dhe drejtsinë e Perëndisë, atëherë Zoti gjithmonë do siguroj për ne, nuk do na lër në asnjë moment që të vuajmë, domethënë, për ushqim apo të mirat materiale. Por drejtësia e Perëndisë na thuhet që gjithmonë duhet kemi mëshirë dhe ndihmë për njëri tjetrin, dhe ndihmë për kishën. Por asnjëherë nuk na thuhet sa, në dhjetën e re, sa duhet jetë kjo sasi e dhënies në kishë. E përsëris dhe mbyll, për mua është sa të më doj zemra, ta jap me gëzim, por edhe me sakrificë për Zotin dhe për vëllezërit dhe motrat në besim. Uroj t'ju ketë ndihmuar dhe bekuar ky mësim, patjetër që jemi në një rrugtim dhe secili është në fazën e tij të besimit. Por ama le të ndajmë nga ato që mësojmë, nga ato që Zoti dhe fjala e tij na zbulon për që ndihmë dhe bekim për njëri tjetrin. Zoti t'ju bekojë.